Ajo, prej 15 vitesh, ka zgjedhur t'i përkushtohet bukurisë femërore. Duart dhe mendja e saj bën mrekullira. Këmbgulja, pasioni, korrektesa, dëshira për të rendë të bukur janë disa shina ku Frida Bea lëviz lirisht me jetën e saj personale dhe profesionale. E mbështetur me dashuri dhe gjithçka tjetër nga prindrit e saj dhe dy motrat, Elida dhe Diana, si dhe nga bashkëshorti që është bashkëpunëtori i saj më i ngushtë, Frida ka mbërritur të realizojë dy ëndra të saj të bukura. Saloni i parukerisë është kthyer tashmë në një sallon popullor dhe i dashur për bukurinë femërore, kurse dëshira e saj e hershme është kristalizuar dhe materializuar tek salloni i nuseve Frida Joy & Jay. Ata janë tre motra, i bashkon përveç gjakut dhe pasioni për të bukurën. Nuk janë penduar për asnjë çast, por rrugën që kanë zgjedhur. Mbështesin njëra tjetrën dhe ndjehen mirë me produktin e realizuar. Ëndra e tyre e përbashkët, kujdesi për të bukurën, t'i trashëgohet tek fëmijët e tyre dhe ata besojnë se do t'ja dalin. Sfilata klas, organizuar me përsosmëri për të premtuar 15 vjetorin e rrugtimit në fushën e artit të bukurisë, dëshmoj profesionalizëm të lartë, shije dhe delikatesë, kushtuar një dite aq të veçantë siç është dita e dasmës. Pas një parade fustanësh dhe modelësh të kuruara bukur, fshihen ëndrat dhe dëshirat tashmë të bëra realitet, që zbulohen pjesë-pjesë në copëzat e kësaj arratie. Do doja të dija dhe unë tendencat e këtij sezoni. Atëherë, tendencat e këtij sezoni janë të shumta. Po i shpjegoja edhe më parë vajzave që janë prerjet që janë deri te supet, prerjet e drejta dhe pak të shkallëzuara, është floku pak me onde, diçka nga brenda, është floku me ngjyrat e bakrit, me ngjyrat e mjaltit, ngjyrat e tokës, këto janë më në modë që janë si vjet. Prerja shkurtër është rikthyer prapë në modë. Domethënë edhe ne të dyja vazhdojmë të jemi në modë. Po, kjo është e sigurt. Tani jemi në shpjegimin e bujrave. Gjithmonë edhe në tendencat e reja se çfarë është në modë. Shpjegimi, kjo është gjëja kryesore që vajzat mësojnë. Praktikantet janë nga të gjitha, fillojnë që nga se si bëhet një nuse, si përgatitet një boj, si bëhet një prerje. Gjithmonë, unë duke bërë nuset, ajo është gjëja më adhurueshmja imja ose pasioni im, gjëja më kryesore. Dhe këto vajza unë ja transmetoj të gjitha sepse e shohin çdo gjë live. Paçka se këto të gjitha vajzat merren me njëra tjetrën, siç janë dhe kukullat, siç stilojnë, bëjnë ngrimet, make-upet me njëra tjetrën ose bëjnë prerjet, kanë gjithsecila prej këtyre ka një kukull të vetën ku praktikohet dhe mëson gjithçka. A duhet vetëm punë apo edhe një lloj prerje për atë që vendos ti përkushtohet këtij profesioni? Në rast të parë, prirja kjo nuk diskutohet, pasioni dhe puna. Sepse duhet ta kesh pasion në radhë të parë. Unë gjithmonë kur vin vajzat i them, nëse ti do të regjistrohesh, përpara do të më thuash, e ke pasion apo e bën thjesht po bëj një kurs? Dhe këtë gjë përgjigjen e vajza, jo, e kam pasion. Atëherë nëse ti e ke pasion, unë ta jap 100%, për mua nuk është, unë për atë punë jam këtu. E rëndësishme është ti të jesh e vëmendshme dhe pastaj puna është gjëja më kryesore. Të transformosh një vajzë, një grua, ta bësh të ndjehet e bukur. Ajo mund të jetë e bukur, por në një farë mënyre ti evidentosh bukurinë. Është një artë në vete, Frida? Është artë në vete, është kënaqësi në vete. Ndjen shumë relax, ndjen shumë qertësi shpirtërore, ndjen shumë bukuri, të bësh tjetrin të bukur. Kjo është gjëja më e bukur. Për mua kështu është që mund të ekzistojë. Si është ti futesh një profesioni të tillë dhe të bashkëpunosh me Fridën? Në momentin që unë vendosa të vazhdoja parukerin,
në kërkimet e mia ndërtoi ishte dhe Frida dhe kuptova që ishte më e mira dhe për këtë arsye vendosa që unë të vi këtu edhe të vazhdoj kursin për parukeri për krah Fridës. Në momentin e parë që erdha më dha dashurinë dhe afeksionin dhe po ashtu çdo ditë që unë jam këtu, po këtë gjë bën çdo ditë. Çfarë të pëlqen tek Frida? Mbi të gjitha thjeshtësia që ajo ka, përveç të tjerave. Për mua do të ishte afeksioni si trajton klientin, por edhe neve si kursante, na trajton sikur ne të ishim jo në një sallon, po në shtëpinë tonë. Ne ndihemi kaq mirë dhe jemi shumë të plotësuara në dëshirat tona. Kur nxehet Frida? Këtu është. Atëherë, në momentin që unë bashkë bisedoj me vajzat, gjithmonë kur ulemi që unë shpjegoj bojrat, në momentin kur bëjmë prerjet, unë jam pak e rrept. Jam shumë e qetë si natyrë, po aty jam pak e rrept, për një arsye dhe i them gjithmonë. Në qoftë se unë do t'ju toleroj, atëherë për juve nuk shkon çdo gjë në rregull. Në qoftë se unë duhet bëj ashtu siç duhet bërë. Tani vetë ju dhe neve bëhemi psikolog të çdo njeriu ose bëhemi edhe mësues, jemi bërë dhe mësues normalisht. Kjo është gjëja më e bukur që i them, po sado që vajzat më kuptojnë, më mirë kuptojnë më saktë, se edhe mund gërthas ndonjëherë. Po e kam për të mirën e punës. Mund të them që është një sallon shumë i populluar dhe kjo është fal Fridës. Ajo është një njerëz shumë popullor, një njerëz shumë i dashur dhe ajo ka pasur sfidat e veta dhe na ka inkurajuar me jetën e saj dhe me gjërat e saj. Ke dëshmuar që mbrihet, po të duash. Çdo gjë bëhet. Me pak punë, unë them që çdo gjë realizohet. Boll të kesh pasionin, vullnetin, çdo gjë ecën mban. Këto vathët ja ke bërë dhurat vetes apo ti ka dhuruar dikush? Vathët ja kam bërë dhurat vetes. I kam bërë të Gjetari Piro, kështu që janë shumë të bukura. Ke merituar, ë? Si po i kam merituar. Calls out the blue. Now I'm awake, sleepless in noon. Hey, 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 don't say you will. Sa po jeni ngritur nga një poltron, jeni shumë mirë edhe për mua, po jeni shumë mirë, besoj me veten dhe në raport me pasqyrën. Faleminderit. Gjithmonë kur vendoset një dorë, sidomos siç është dora e Fridës, gjithmonë ndjen veten mirë. Sado pa humor të nisësh ditën, dita rirregullohet më pas. Çfarë ndodh me ju kur vini në një sallon të tillë? Vjen gjithmonë me atë predispozitën të harrosh atë lodhjen apo atë mërzinë e mëngjesit, le të themi, dhe unë jam nga klientët që vi një çik, mua më quajnë klienti i fortunës, sepse kur vi dua atë mëngjesin e shpejt për të shkuar në zyrën time për të qenë sa më komode. Çfarë bën me ju dhe në përgjithësi me të gjithë njerëzit që vendosen që bukurisë t'i kushtohen? Mendoj që është më se nevojshme, sidomos në një mosh pak ose brezi im ka nevojë që gjithmonë të ketë një përkujdesje më plus. Dhe fal Fridës apo sidomos vajzave kur vim që na përkujdesen ai shumë, na lën atë idenë që dikush përkujdeset për ne. Pavarësisht se ne shpeshherë harrojmë veten për shkak të jetës së përditshme, rutinës që shpeshherë na mbyll. Në momentin që vim këtu apo kur dalim që këtu, dalim me një vetbesim çik më të lartë. Kështu do dilni dhe tani besoj. Faleminderit. Jonida, të ndërpresim pak për të pyetur se sa vite ke këtu në sallonin Frida dhe si ndjehesh, sa ke mësuar xhanëm? Atëherë unë kam shumë vjetur, kam gati 12 vjet, kam filluar si kursante, pastaj kam filluar punë direkte. Normalisht edhe vetë koha e tregon 12 vjet punë, normalisht dihet që ndjehem mirë, jam mirë këtu që kam vazhduar dhe vazhdoj të punoj akoma këtu. Çfarë sekreti ka ky sallon? Sekreti nuk e di cili është, po mund të them që puna që bëhet me përkushtim dhe me dashuri që i bëhet ndaj klientëve, besoj se ai është sekreti që të gjithë klientët vinë një herë dhe rikthehen gjithmonë, vazhdojnë të vinë, domethënë bëjnë klient fiksu te neve. Çfarë ka qenë dhe mbetet Frida për ju? Frida mund të them është njeriu më i qetë që un kam njohur ndonjëherë, domethënë, zemrën e ka shumë të mirë, me shpirt flori. Marrëdhënia jon këtu si me Fridën, si me vajzat është shumë e mirë.
Frida, nuk e di se si mund ta përkufizoj me një fjalë, domethënë, po ka shumë merita të mira që neve na bën, domethënë, ndjehemi mirë dhe vazhdojmë punën me qetësi, se çdo gjë neve na e lën dorë ajo vetë. Ke mësuar shumë, si mendon? Kam mësuar shumë. Them se kam mësuar, domethënë jo shumë, po kam mësuar goxha, domethënë, kam mësuar përveç zanatit shumë gjëra tjera që marrëdhënia me njëra tjetrën këtu, domethënë, na ka bërë që neve të ndjehemi shumë mirë dhe kemi mësuar si cilemi me klientët, si cilemi në jetën e përditshme, çdo gjë, domethënë, se kemi ardhur shumë vogla këtu. Dhe 12 vjet nuk jam pak, mëson jo pak, po mëson shumë goxha. Don't say you will, one day you will, I pray you will. Emri, Frida, mbiemri, Bea, ditëlindja, duhet ta them, vendlindja. Tiranë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në paraqitjen tuaj të jashtme? Thjeshtësinë, buzëqeshjen. Ka diçka që se pëlqeni në paraqitjen tuaj të jashtme dhe mundoheni ta fshihni? Jo, nuk kam komplekse në këtë gjë. Jo. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në natyrën tuaj? Gjithmonë qetësinë, që do mendoja që nuk do e ndryshoja kurrë. Çfarë nuk pëlqeni në natyrën tuaj, por përpiqeni ta ndryshoni? Jam shumë tolerante pak. Ju pëlqen më shumë dita apo nata? Të them një gjë që e ka pas thënë gjyshja ime, mund ta them, thoshte gjithmonë që unë natën nuk e shikoj dhe nuk e numroj. Unë shoh vetëm ditën, edhe unë si puna e saj, vetëm dita. Stina që pëlqeni? Çdo stin më pëlqen. Çfarë ju lumturon? Gjithçka, zimi i mëngjesit, të rrethohesh me të gjithë njerëzit afër, fëmijët, familja, bashorti, prindrit, motrat. Çfarë ju trishton? Trishtimi është fjalë shumë e madhe dhe mund të ndahet në disa gjëra. Gjithsesi mendoj kur dëgjoj diçka që një të smur ose ajo më trishton goxha. Çfarë ju bën të qeshni me të madhe? Të qeshme, unë gjithmonë qesh. Qeshni, boll kur shoh buzëqeshjen e fëmijëve. Qanë shpesh e ke të shtrenjtë lotin? Mbaj shumë gjëra për brenda dhe qaj pak. Po jo shpesh, po qaj pak. Besoni dhe ku? Besoj në Zot dhe te vetja. Çfarë është dashuria për ju? Gjithçka. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një grua? Mendoj gjithmonë thjeshtësinë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një mashkull? Karakterin. Çfarë është paraja për ju? Paraja, që të themi nuk është kryesore këtë se themi dot se gënjejmë, por nuk është primario në radh parë, nuk është e para. Gjithsesi duhet në jetë, se pa to nuk mund të bësh dot asnjë gjë. Me çfarë ju kanë surprizuar gjatë gjithë këtyre viteve, se që je njëri i surprizave e dim. Ju vetë surprizoheni dhe a merret dikush t'ju surprizoj? Surprizat i kam qef t'i bëj, se ma ndjen t'a bëj, ose klientëve të mi gjithmonë vit për vit, çdo fund viti unë mundohem t'i bëj diçka që ato t'i kënaq, kam 15 vjet rresh i bëj këtë gjë, kurse surprizat e mia për mua personale është nga bashorti im që më surprizon ndonjëherë, sidomos aty ku unë kam pikat e dobta çfarë më pëlqejnë. Që din vetëm ai. Vetëm ai. Nga se keni frikë? Frikë, jo, nuk kam frikë. Pasionet të tjera të Fridës? Pasionet e mia kanë qenë shumë, por finalizimi im është këtu ku jam për momentin, siç ka qenë bota e muzikës, artit, piktura, stilimi, çdo gjë. Dhe në fund jam këtu. Ëndra në sirtar apo janë të fshehurat e fustanet e nuseve? Janë të fshehura, ëndra nuk kam, se i kam realizuar të gjitha për momentin. Ëndra ime është vetëm më kryesorja e fëmijëve, që ato kur të rriten të finalizojnë këtë gjë që unë kam bërë dhe ta bëjnë akoma më të mrekullueshme, të bëjnë të ndjehen shumë vajza të lumtura për jetën e tyre. I doni njerëzit? Shumë. Po kafshët? Shumë.
gjithashtu është pak bashkëshorti im më shumë te kafshët se sa unë, po në momentin që shikojmë diçka një dokumentar që ai është pjesën dëshirën e pëlqen shumë këtë gjë, edhe unë futem në botën e atij, po më shumë ai se sa unë mund të them në këtë gjë. E përdorni fjalën të dua gjatë ditës? Po. Ditë për ditë. Çfarë i pëlqeni dhe i vlerësoni të jetuarit, ditës që ikën dhe nuk kthehet më? Ajo që ikën. Ajo që vjen është gjë tjetër. Jetën bëj ashtu si të vi. Cila ka qenë dhe mbetet moto e jetës tënde? Atëherë me këngulje mund të realizosh gjithçka, mendoj. Cilat janë ato motive për cilat Frida i thot mirëmëngjes dhe përqafon bukur jetën çdo ditë? Buzëqeshja e fëmijëve të mi, më kryesore, pastaj bashorti, motrat, prindrit. Kjo është dhe boll të zgjohesh në mëngjes të rrethohesh me njerëz që të duan dhe ti duash, kjo është gjëja më e bukur mendoj. Po, dhe profesioni gjëja më e bukur. Elida, Diana, Frida. Ju bashkon gjaku, quheni motra, megjithatë motra të cilat në një farë mënyre e kanë ruajtur jo vetëm lidhjen e gjakut, po edhe miqësinë edhe bashkëpunimin gjithë këto vite. Si e keni mritur? E vërtet jemi 3 motra që me thënë të drejtën bëjmë jashtëmase shumë për njëra tjetrën. Kjo është edhe fal prindërve tanë. Ne jemi rritur nga 2 prindër punëtor që kanë sakrifikuar jashtëmase shumë për ne, për të trija. Unë ndoshta jam më e madhja dhe gjithmonë kam pas atë ngarkesën që si më e madhja ndoshta do isha ajo shtylla drejtuese për 2 motrat e tjera dhe diçka që neve e kemi pasur dhe nga prindërit. Na porosisnin që kur ishim të vogla. Ke kujdes, më thonin mua, sepse në qoftë se ti do hecësh në rrugë të drejtë, ashtu do vazhdojnë dhe motrat e tua. Fati na deshi që ne të jemi domethënë këto që jemi sot. Jemi rritë, si që thash, nga 2 prindër shumë të kujdesshëm, shumë punëtor. Me mamin kemi qenë jashtëmase shumë të lidhura, të 3 motrat. E kemi pas jo në pozicionin e prindit, se sa në më tepër si shoqe. Me babin gjithashtu, po babi prap i hikur, më ndryshe, më shumë të lidhura kemi qenë dhe me gjyshe në shtëpi, që dhe ajo kishte një pjesë kryesore tek ne, sepse mundoheshet na mësonte gjithmonë që ishte më e mira. Fati prap na ndoqi pavarësisht se neve gjithë secila kemi krijuar familjet tona, të 3 jemi të martuara, të 3 me nga 2 fëmijë. Fati deshi që ne përsërit jemi pranë prindërve tanë, siç jemi, domethënë, të vogla të 3 bashk, pra vazhdojmë të jemi të 3 bashk dhe jetojmë të 3 në një shtëpi me prindërit tanë. Fati do të thoje unë përsëri ose dhe zgjedhja ose pasioni ka bërë që secila nga ju dhe bashkarisht t'i kushtoheni edhe bukurisë. Po, në një farë mënyre i kushtohemi dhe bukurisë. Unë normalisht nuk jam në fushën e fiks e bukurisë, jo të bukurisë femërore ndoshta, por të bukurisë ndoshta shpirtërore, sepse në sallonin tim unë jam në një linjë klasike, jam përshtatur stilit barok, stilit klasik. Pasionin tim për mobilimin dhe arredimin e shtëpiave, unë e lidh që me fëmijërinë time.
neve gjyshja ime vjen nga një familje me emër në Shkodër dhe pak a shumë diçka të ngjashme me këto që un kam tani, ne kemi pasur një dhomë në shtëpinë tonë dhe quheshe dhoma e kuqe. Ajo ka pas kanape me kadife me velur të kuq, me gdhëndje, kemi pasur pasqyrë kristali shumë e bukur me gdhëndje dhe kur kam qenë e vogël, jam rrit me ato që këto do t'i mbajnë, do t'i trashëgojmë edhe kur të rritem. Do me thënë që të vogla jemi rritur me këtë frym. Tentojmë drejt cilësisë, do të sjellim më të mirën e mundshme për klientin, që kushdo që të vi në sallonin ton, të ngelet i kënaqur nga ato që neve i shërbejmë. Gjithashtu punojmë bashk fort me gjithë tim shoq, punojmë të dy bashk gjithë ditën për të lidhur më fort me njëra tjetrën. Kur Frida hapi sallonin e nusërisë, me fustanët e nusërisë, klientët e kërkonin si një pikë, ndoshta e domosdoshme, ndoshta dhe jo, varet nga klienti. Kërkoni edhe dekorimin e dasmave, duke menduar që ime motër normalisht është goxha e ngarkuar te salloni i parukerisë, gjithashtu dhe fustanet e nusërisë, dhe ma ngarkon mua këtë detyrë dhe thot me qenë se ti lid merresh me dekorimin, me arredimin, zbukuron shtëpia, gjë më e bukur nuk ka, atëherë ti mund të bësh shumë mirë dhe dekorimin e dasmave. Normalisht kam prej 3 vitesh që kam filluar dhe dekorimin e dasmave, punë që nuk e bëj vetëm, ose me bashkëshortin siç mbajmë ambientin e mobilerisë, po këtë punë ja kam kaluar djalit tim Jurgenit dhe mendojmë që gjithashtu dhe vajza sa të rritet dhe pak dhe ajo do bëhet krahet vllajt Endi. Gjithashtu mendojmë që dhe fëmijët tanë të trashëgojnë po të njëjtën gjë, domethënë të rriten me të njëjtën frymë siç jemi rritur ne. Ne të trija punojmë me ndershmëri, me pastërti që të arrijmë çdo të mirë të mundshme për fëmijët tanë. Frida është rritur në sytë tuaj, por Frida vazhdon të rritet përsëri në sytë tuaj profesionalisht. Por unë do të pyes si motër, pra si Lida për Fridën. Çfarë i pëlqen, çfarë i vlerëson dhe deri tani s'na ka dalë asnjë metë e Fridës, e zbulojmë këtu së bashku. Atëherë për të meta nuk besoj se ka. Jo se është motra ime, po e para një herë që është punëtore, është pa fjalë, është tolerante, mundohet të bëj të kënaqë çdo nga klientët që i vinë në sallonin e saj, si tek parukeria, ashtu dhe në sallonin e nuseve. Mundohet, siç të thash, dhe për nipin e vet, dhe për mbesat e veta, për çdo, sidomos për nipin Jurgenin që ta fusi dhe të drejtohet edhe ai të jetë krah i tezës në një farë mënyre. Për mua si motër Frida ka më të mirat e mundshme, nuk di çfarë them të met, absolutisht jo. Mirë se erdhët Estetik Dea. Mirë se u gjej, shoh që ndryshimet janë pozitive edhe ambienti së jashtëmi i shërben bukurisë. Edhe mirëpritja juaj i shërben bukurisë, do doja të dija më shumë se çfarë ka të bukur Estetik Dea. Mbi të gjitha ka anën profesionale, që është gjë kryesore, mendoj unë, e estetikës tonë. Patjetër produkti, cilësia, mikpritja si nga ana ime dhe nga punojësit që punojnë në këtë qendër, çdo gjë mendoj. Ti kushtohesh dhe përkushtohesh bukurisë femërore për ta evidentuar. Është pjesë e sfidës tonë dhe personale apo e keni kthyer tashmë në një sfidë familjare? Para shumë është sfidë familjare. Detyrimisht që është një pjesë e imja, është normale sepse është një profesion që unë e dashuroj. Ormai janë gati mund të them mbi 15 vjet eksperiencë, 15-18 eksperiencë. Unë jam e lidhur ormai me këtë fushë, në këtë profesion, nuk mundem as një minutë ta mendoj veten që unë
mund mos bëj diçka. Ka qenë një pasion i hershëm i yti, Diana, për t'ju kushtuar kësaj fushe? Patjetër. Pasion personal, po mbi gjitha edhe pasion familjar. Personal, unë kam pothuajse një jetë që merrem me këtë profesion, është diçka që unë e dashuroj, e respektoj, nuk e mendoj kur jetën time, botën time pa këtë që unë kam ndërtuar sot. Lidhet shumë me motrat e mia, lidhet shumë me historinë e familjes tonë, lidhet që nga mami ime, domethënë ka një histori në vazhdim, edhe shpresoj shumë që këtë ta vazhdojnë edhe fëmijët tanë. Pavarësisht se koha ndryshon, mendimet ndryshojnë, dëshira do të ishte që edhe një nga fëmijët e mi të vazhdonte diçka të tillë. Nëse e kthen kokën pas dhe je këtu në këtë pikë ku jam dhe unë tani, çfarë mendon për veten dhe për atë çfarë keni mbritur? E kënaqur, e arritur. Megjithatë arritjet nuk kanë fund. Unë mendoj se çdo ditë ka diçka të re. Unë nuk flas vetëm për vete, flas edhe për Fridën edhe për motrën e madhe Lidën. Ne gjithmonë jemi në kontakt të cilësisë ose të aktualitetit ose të novitas ose asaj që del sot dhe nuk diskutohet që është e arritur ose e ardhur imediat direkt këtu në sallonin tonë. Të kërkosh perfeksionin, është e lodhshme, e vështirë apo e bukur? Mbi gjitha e bukur, se ka dhe satisfaksionet e veta. Po ka dhe vështirësitë e veta, sigurisht. Një grua që punon, ndjek familjen, edukimin e fëmijëve, prindrit, motrat, në tërësi. Kështu që pa vështirësi asgjë s'ka. Raporti yt me Fridën? Shkëlqyshëm. Është motra, nuk ka diferencë mes ne të trejave, po duke qenë Frida më e vogël, është gjithmonë ajo debulesa e atij që është pak më i madh. Unë them nga ana ime e sigurt që dhe motra e madhe të njëjtin mendim ka për më të voglin. Megjithatë, është ajo më e përzgjedhur nga ne të tre. Nga ne të treja. Cila është kënaqësia që koka e Dianës dorëzohet në duart e Fridës dhe fiziku i Fridës dorëzohet në duart e Dianës e kështu me radhë. Atëherë, nëse koka ime dorëzohet ke dora e Fridës, patjetër që është 100% e sigurt. Frida do të shkrijë talentin e saj, e sigurt që do të arrijë atë që unë mendoj në vetvete. Frida do të arrijë, nuk diskutohet, pa më pyetur, pa marrë aprovimin tim ose asgjë, Frida e arrin. Po mendoj e njëjta gjë dhe për mua, është reciproke. Edhe nëse Frida mendon diçka tjetër, mendoj se kemi të njëjtin mendim për të dyja. Jeni tipa të ngjashëm apo ndryshoni? Dhe nëse ndryshoni ku? Tipa të ngjashëm. Të treja kemi diferencë mes njëra tjetrës. Motra madhe është ajo e madhja që gjithmonë jep vendimin e parë ose mendimin o ku e diun. Unë ndoshta duke qenë në mes kam atë tolerancën si ke njëra dhe ke tjetra. Ndërsa Frida është paqe. Frida paqe. Cila është e veçantë e punës sonde këtu? Ne I përkushtohemi klientit, atë që do dhe vetë Frida.
Me shumë kujdes mundohemi t'i japim sugjerimet e duhura, se çfarë është më e mira për nusen. Se ajo ditë dihet që është më e bukur e jetës. Kështu që mundohemi me gjithë përkushtimin e komplet stafi të jemi të kujdesshëm ndaj detajeve. Si ndjehesh në menaxhimin e një salloni të tillë ku gjërat janë shumë të bukura, i kushtohen një dite shumë të veçantë, siç është eventi i dasmave, janë shumë delikate për t'u trajtuar dhe paq delikate janë dhe ato vajza që vendosin në një moment X t'i drejtohen sallonit tuaj për t'u shndruar në nuse të bukura. Atëherë, normalisht çdo punë ka vështirësitë e veta, por duke kaluar kohë ose vite bëhesh më profesionist, di se çfarë kërkon një nuse, ose duke parë normalisht tipin, format e trupit ose formën e fytyrës, normalisht mundohemi të japim gjën e duhur. Frida Gjoenxhej, çfarë është Frida për ju Rita? Frida për mua është 15 vite eksperiencë, bashkëpunim, korrektezë mbi të gjitha bukuri. Frida, je përballë mejet në xhirimet e Aratis. Je kuruar me kujdes, je veshur bukur. Stili flokëve shumë modern siç më pëlqen mua. Normal të takon. Por a ka qenë një ëndër e jotja, një ëndër e juaj që ti kushtoheshe bukurisë të tjerëve? Kjo ka qenë një ndër ëndrat e mia, paska se ëndrat e mia kanë qenë shumë. Duke filluar nga muzika, arti, piktura, stilimi, këto kanë qenë ëndrat e mia, pastaj finalizimi ishte këtu. Nëse e kthen kokën pas dhe shef Fridën e vogël, Fridën fëmijë, Fridën një vajzë që rritet në kujdesin e prindërve, të motrave, ka tek ti nga këto lojrat me kukulla apo me modele të vërteta që në fund të fundit kanë qenë pjesë të gjitha vajzave, ndoshta e një pjesë të mirë të vajzave që donin të transformonin diçka. Unë këtë gjë e kam dashur paska se kam qenë tip pak më çun. E kalojmë pak duke qeshur normalisht, realiteti ashtu ka qenë. Më shumë më pëlqente të kuroja dikë ose shoqërinë time, për vete jo, për vete nuk kam qenë shumë. U çoja në mëngjes, flokët i kam pasur me kaçurela, të treja motrat ne ashtu jemi dhe 2 motrat e tjera. Dhe nuk kisha nevojë, bëja pak me xheli sepse ka qenë dhe moda atëherë që të zbukuroje pak, të mbaje pak të flokun e gjatë. Dhe më shumë isha tek shoqëria se sa tek vetja. Po mendoj që në kalimin e kohëve dhe në mësimin dhe profesionin që unë mora më mbrapa, më bëri që të ndihem aty ku desha, gjëja më kryesore. E mban mend fillimin tënd profesional dhe a ka njerëz që vërtet të kanë mbështetur? Fillimi im ka qenë i vështirë, si të gjithë fillimet, se çdo gjë asnjë gjë nuk është gati. Si fillim, unë kam jetuar për shumë vite në Itali, bashkë me tim shoq, dhe mbas një 10 vjeçari dhe im shoq që kanë ndetur shumë vite atje, menduam që t'u kthenim bashkë. Mbas një eksperiencë që ne kishim marrë në Itali. Dhe profesionale dhe edukimi nuk mund të them sepse këto kanë qenë prindrit tonë që na mësuan me punën dhe me edukimin ton sa më të mirë, por Italia na mësoi shumë gjëra. Na mësoi rregullin e punës, zanatin dhe çdo gjë tjetër që mund të ketë bëj me profesionin tonë. Kur erdhëm në fillim fare, mbas shumë kohë gjëja që ishim mësuar gjithmonë të punonim të dy bashkë, çfarë do bëjmë, do hapim direkte dhe hapim sallonin. Kjo ishte ndihma e prindërve, ato nuk mund t'ja anashkalojmë se janë kryesorët në jetën time. Dhe babi me mami më thotë, Frida, ti sallonin e ke, hajde dhe ushtro aktivitetin tënd. E filluam nga zero. E filluam me investimet që ne kishim bërë jashtë. Çdo emigrant e di shumë mirë se çdo të thotë emigrimi. E filluam nga zero dhe unë nuk e mendoja kur asnjëherë që mund të arrija deri këtu ku jam. E mendoja të punoja, të bëja të bukur njerëzit, por nuk e mendoja deri këtu. Hap pas hapi ti ndjen se diçka po bën.
e ketë më të prekshme, e ke më të prekshme tek njerëzit që hynë dhe dalin, tek falenderimet që merr, tek buzëqeshjet që shtohen, por Frida dhe stafi i saj e di se sa e vështirë ka qenë për t'ja mbritur kësaj. Cilët kanë qenë ato shina në të cilat ke vendosur të ecësh për të mos tradhtuar veten, po për të mos tradhtuar as ata që të kanë besuar ty bukurinë. Kjo ka mbi të gjitha, korrektesa për mua ka qenë dhe do jetë gjëja më kryesore. Po mos kishim korrektesën nuk do kishim arritur deri këtu ku jemi. Siç thash më përpara, salloni jonë është pak, mund ta përshkruaj me pak fjalë që është shumë popullor. Edhe klientët ndihen shumë të relaksuar, paçka se për këtë gjë duhet flasin klientët, normalisht jo, unë nuk më takon mua. Gjithsesi, kjo është kënaqësia që unë marr te çdo klient. Klientët që janë prej shumë vitesh. Ka klientë që janë prej 10 vjetësh, 15 vjetësh, që janë klient fiks. Mua kjo më bën të ndihem mirë. Dhe përjetimi më i madh ishte 15 vjetori që unë bëra tani, dhe aty e shijova dhe ndjeva kënaqësinë e gjithë atyre viteve që unë kisha punuar. Atëherë kuptova tamam ç'do të thotë. Se çfarë kishe mbritur. Në fakt e kam ndjekur edhe në sfilatën organizuar në Sheraton me rastin e 15 vjetorit të sallonit tënd. Ka qenë një paratë shumë e bukur, do të thoja. Ka qenë një paratë jo vetëm e veshjeve dhe fustaneve të nuserisë, po edhe e modelimit të nuseve. Por mbi të gjitha ka qenë edhe një paratë e asaj pune këmbgulse shumë vjeçare për të mbritur diku. Pra se nuk është e lehtë në Shqipëri që në një 15 vjetor të organizosh me forcat e tua një event që i shkonte eventeve europiane. Dhe për këtë vërtet ju komplimentoj sepse jam kënaqur dhe kam shijuar si një festë të bukur. Por kam menduar gjithmonë që pas asaj feste të bukur që ne kemi shijuar të ulur në për karriget e vendosura në sallë, patjetër është një punë e madhe. Mendoja ato njerëz që janë marrë me kurimin, dora Fridës ku është dora tjetrit, domethënë ndjehej puna dhe dëshira e mirë për të bërë diçka ndryshe. Është vërtet, Rezar, që ti e ke shijuar, por ty ka qenë një punë shumë e madhe gjithë stafit. E shumë miqve, stafit si nga salloni dhe si këtu nga salloni i fustaneve. Kanë qenë dhe jam të gjithë mirënjohës për këtë gjë. E para që e kam bërë me dashuri të gjithë. Gjëja më e bukur po prap ishte që në momentin që mbaruam gjithçka, aty ishim të gjithë me lot. Të gjithë thonin, wow, ja arritëm, bëm diçka të bukur. Shoqëria që më ka ndihmuar shumë, duke marrë nga Fiori, Samiu, Enada, ASLV-ja, shumë jashtëzakonisht. Po dhe me një staf të mrekullueshëm arrihet çdo gjë. Dhe për këtë i falenderoj shumë. Të gjithë. Fotografët, kameramanët, çdo gjë që ka qenë mbrapa kuintave të asaj bukurie. Frida, mbarvajtja e sallonit ka ardhur e konsoliduar vit pas viti. Jam kurioztare të di se si ke mbrojtur pronaren Frida, që mund të jetë ndryshme, po mund të jetë e njëjtë me Fridën vet. Kjo është e njëjtë me Fridën vet, unë nuk kam ndryshuar në këtë, sepse duke qenë në aspektin që unë kam punuar shumë, dhe kjo e di ç'do të thotë, dhe të punosh dhe të ndihesh pronar. Dhe mundohem me vajzat që gjithmonë ti bëj të ndjehen mirë, sikur janë në një ambient në shtëpinë e tyre, se ndryshe pastaj nuk punohet. Kjo është gjëja më kryesore, si unë, si im shoq, që i kemi ndar pak gjërat. Unë rri më shumë në sallonin te parukeria, im shoq rri më shumë këtu, paçka se ai është zanatli edhe ai është berber, ka pasur teatrin e vet, që ai ka qenë Reshat Beja, goxha i dëgjuar në Tiranë. Dhe biles që në momentin që u rikthyem nga Italia, që kjo ishte në fillim, ai rindërtoi sallonin e teatrit dhe njëkohësisht punonte edhe vet. Tani ai ka sallonet e veta të djemve, pashka se jati nuk është që t'i gëzoj këto mrekullit e të birit
edhe të mia që mua më ka pas dashur shumë. Por djali vet është munduar që çdo dëshirë të jatit ta çojë aty ku ka dashur ai, në zanatin e tij. Të jesh e dashuruar, të jeni të dashuruar, po njëkohësisht të jeni edhe me pikësynime të përbashkëta. Është fat, Frida, të punosh njëkohësisht, të kesh qëllime të përbashkëta në krijimin dhe mbarvajtjen e familjes, por edhe të çosh biznesin përpara. Kjo mendoj që është shumë fat. Edhe unë në këtë rast ndihem me shumë fat. E para që kemi gjetur njëri tjetrin. Dhe kjo është gjëja më kryesore. Kuptohemi shumë mirë bashk. Në momentin që duam të bëjmë diçka, e diskutojmë gjithmonë bashk, themi e bëjmë, nëse ashtu, okay, si mendon ti njëri tjetrin, edhe realizojmë. Tak, e mbarojmë direkt, edhe kështu jemi mësuar normalisht dhe gjithmonë na ka ecur mirë. Mbështetja e të dyve është gjëja më kryesore. E të dashurit njëri tjetrit. Duhemi shumë, këtë dashuri mundohemi t'ja transmetojmë fëmijëve. Të ndjehen mirë, të ndjehen bukur. Besoj së shpejti vajzat do bëhen shoqëruese edhe të vizitave tuaja nëpër sfilata që nuk zhvillohen vetëm në Shqipëri, por zhvillohen në vende të ndryshme të botës dhe ndoshta ndonjëherë Frida do vendos të zgjellë sipas shijeve të Xhoit ose Xhejt. Po unë atë shpresoj. Atë e kam ëndrrën kryesore që atë shpresoj dhe mendoj që do eci ashtu. Ne tani faktikisht kemi për të shkuar në Barcelonë, nga Barcelona në shtete të tjera sepse janë shumë stilist dhe këtë vit do jetë viti i parë që unë fëmijë do t'i marr me vete, të dyja vajzat, dhe Xhoin dhe Xhein, për t'i mësuar dhe për t'i edukuar me atë frymën e punës. Jo çdo gjë është vaj normale, po të shikojnë dhe ato se si punohet dhe si jetohet, si punohet në vende të huaja dhe çfarë bëjnë ato për të arritur diku. Çfarë ndryshimi ka Frida nga njëri sallon tek tjetri? Pra, dita e juaj i përmban të dy sallonet, por si ndihesh te njëri, si ndihesh tek tjetri? Atje është pak më ndryshe, sepse atje ka pak më shumë zhurmë. Atje është tharset, rëmuj. Megjithatë, prap ka gjëra shumë të bukura. Ka gjërat e bukura, sepse bën të bukurën nga mëngjesi deri në darkë, ato jo me make-upin, jo me krefjet, jo nuset, që ajo është pasioni im, që atë e adhuroj. Dhe them sa herë nuk do rresht të folurit të kësaj gjëje, se gjëja më e bukur më pëlqen kur nusja shikon veten dhe thotë wow, kjo ishte ajo që desha. Në fakt shumë pasionin. Në fakt ka një lloj suspanse. Përpiqesh ta ruash Frida kur rregullon nusen, ka një lloj suspanse. Edhe vetë vajza nuk dëshiron të shihet deri në fund, edhe vetë Frida nuk dëshiron që t'ja shfaq pamjen, por t'i ruajtur pikërisht të befasi. I lumturuar gjithmonë nga kjo befasia e nuseve në momentin e fundit? Gjithmonë. Mendoj se kjo them është gjëja më e bukur që mua ma shton më shumë pasionin ndaj të bukurës. Ndoshta e ulur këtu, ndoshta në atë qetësinë e kohës, të momentit, të ndollë të krijosh një raport dialogimi me fustanet e nusërisë dhe me atë periudhë se si ka ndryshuar ëndra për një fustan nusërie. Tani më duket sikur çdo gjë është e prekshme. Mjafton të kesh dëshirën dhe mundësinë dhe çdo gjë është e prekshme. Tani të gjitha vajzat kanë një fat dhe kanë një shans shumë të madh, mund të them. Vitën përpara kur unë kam bërë dasmën time, ne jemi mësuar në shtëpi që mamaja ime, të treja motrat e kemi bler fustanin. Sepse mami është me origjinë kosovare, sado që lindur e rritur në Tiranë, po me origjinën e ka kosovare. Edhe ato e kanë pas si traditë që fustani duhet bler. Po tani ka ndryshuar. Është akoma, siç është në vendet e huaja, këtu te neve jo dhe shumë në Tiranë, më shumë në Kosovë, por ka ndryshuar pak.
nuk është më ai mentaliteti se të ngelet aty. Pashka se tani janë gjëra shumë të bukura. Fustanet janë njëri më i bukur se tjetri dhe vajzat kanë zgjedhje pafund. Nëse të kujtohen, po patjetër të kujtohen emocionet pas kujntave, ndërsa vajzat sfilonin, secila me delikatesën e vet, secila e kuruar ndryshe nga tjetra, secila me një fustan origjinal. Kjo ka qenë gjëja më e bukur që unë kam marrë kur kam mbaruar sfilata, se në atë moment nuk e kisha mendjen fare. Ka qenë eksperienca e parë, mund ta them, për mua, sado që unë vit për vit kam bërë sfilata, nëpërmes miseve, Miss Shqipërisë, Miss Europës. Gjithsesi, kjo ishte e tëra e mbaruar e Fridës, e kuruar në çdo detaj, e kuruar nga koka deri te këmbët. Edhe këtu u shfaq Frida më sakt se kush ishte. Dhe gjëja më e bukur ishte kur mbaroi, të gjithë klientët të ftuarit, të gjithë ato që ishin brenda, ishin rreth 600 sa veta të ftuar, dhe bukuria që thonin Frida ishte jo sfilat, po ishte një show. Unë këtë e prisja me shumë kënaqësi dhe buzëqeshja ime nuk më mbyllte dot goja dite, se vetëm qeshja. Se përjetova një gjë shumë të bukur. Dhe stilisti, njëri prej stilistëve, kanë qenë 2 stilistat natë, ishte hera e parë që vinin në Shqipëri, dhe ato të njëjtën gjë. Frida çdo gjë e kuruar në detaj, floku shumë i bukur, aksesori, fustani i kombinonte, i shkonte çdo gjë. Mua kjo më bën të ndihem shumë mirë. Ta shohësh botën me sytë të bukurës, me sytë e bukurisë. As fumohen ato shumë tirat e vogla të përditshme son. Unë gjithmonë e shoh në sytë e bukurisë. Sa çoj në mëngjes gjithmonë e shikoj. Dhe ndonjëherë kur nuk jam shumë mirë, mund të them, a shumë bukur sot, ja bëj vetes që të ndihem mirë. Po gjithmonë në këtë sy, në këtë prizëm e shoh jetën. Të kujtohet në një kompliment ose koment që ka lënë gjurmë. Urimin e shumë nënave që janë munduar të më transmetojnë dhe jam prekur në shumë raste që dhe kam qarë nga fjalët e tyre, kënaqësia dhe veçantia e këtyre gjërave kur kam parë vajzat e bërit nuse nga duart e mia, dhe kjo ka qenë falënderimi dhe gjëja më e shtrenjtë që unë e vlerësoj dhe kjo më bën të ndihem shumë mirë. Ku shkojnë ambicia e Fridës? Unë gjithmonë luftoj me veten. Në radhë parë, gjëja më kryesore, bëj sfidë me veten. Dua të arrij gjithçka. Mundohem të arrij gjithçka dhe besoj se e realizoj. E para që jam shumë e fortë në këtë gjë. Diçka që e dua e bëj. Po më pëlqeu, kjo nuk bëhet fjalë. Po e rëndësishme gjithmonë që të jetë për të bukurën, realizohet, me pak mund kjo realizohet, mendoj. Të ka ndodhur se këtu jemi të rrethuara nga pasqyra, të qëndrosh para pasqyrës edhe t'i shkelësh syrin vetes. Po, jam brita dhe kësaj. Po. Të gënjej të them jo, nuk e them dot. E kam bërë. E kam bërë dhe një gjë të tillë. Mirëmbrëma, kënaqësi që u gjej të gjithë së bashku, një familje e madhe, një familje e bukur, një familje që në fund të fundit të gjithë jetën profesionale e ka vënë edhe në shërbim të bukurisë, dhe doja të dija se si ndjehet një mama kur të gjithë vajzat, nipi, mbesat, mblidhen këtu. Jash mase e lumtur. Jam e kënaqur, i kam mirë, punojnë, çat thonë gjithë të mirat. Jam bo me nipër, me mbesa,
Fëmijët më kanë punu jashtë mase që të trija. Ka qenë e lehtë apo e vështirë? Ti rrisësh edhe ti mbrush, jo vetëm me edukat, po edhe me dashuri, për njëra tjetrën, për ju si prindër, por dhe njerëzit në përgjithësi. Me thënë të vërtetën, e vështirë ka qenë, po mu ka duk shumë e lehtë se fëmijët e mi kam pas gjithmonë afër vetes edhe më kanë dëgjuar gjithmonë. I kam thënë kështu ashtu ka ngel fjala. Që të trija. Mamaja nga ndonjëherë quhet shoqe e vajzave, bëhet si mikesh. Me babain çfarë ndodh? Çfarë pozicioni ke mbajtur me vajzat? Një baba i rrept, pedant apo gjithmonë i buhet i mirë, edukues, sa ke pas mundësi, më kanë dëgjuar, më kanë respektuar, i kam marrë afër, e në gjë gjithmonë, mirim, shumë mirë. Si ndjehesh tani kur dera e shtëpisë tuaj bie vazhdimisht? Njëherë bie një vajzë, njëherë vjen një vajzë, njëherë vajza tjetër, nipat mbesat. Mirë se të vinë, shpit vetë, se ke gjyshja. Jo, mirë, shumë mirë. Me thënë të vërtetën jam shumë e lumtur. Kur i thonë një fjale, kush ka vajza, botën ka. Ashtu jam edhe unë, një nën e lumtur, një nën që asnjë gjë s'më mungon, saj edhe të fëmijëve. Jam mundu, po s'më ka ikë mundimi kur bosh. Të lodhin nipat dhe mbesat? Asë ndjej lodhjen, përkundrazi, sikur më rinojnë kur vinë fëmijët këtu. Gjithë ditën ti në dispozicion nuk kam ashtu. Lodhje fare për nipat e mbesat. Edhe i kam të mrekullueshëm, shqyqër zoti. Edhe Jam gjyqja më e lumtur në botë, them sinqerisht këtë, me të vërtet, kur i shoh kështu rreth e qark gjithë, unë nuk e ke ide sa e lumtur jam. Një sekret të doja unë të dija. I bien telefonit këto vajzat që kujdesen për bukurinë e tjerëve, që të ftojnë ty në sallonet e tyre, apo shkon pa trokito? Jo, niki kur mbushet mendja hiki, pa trokit fare. Jam mësu gjithë jetën ta mbaj veten, me thonë të vërtetën, nuk është që e le veten mbrapa, gjithë jetën normale, për moshën që kam, gjithë jetën kështu e kam mbajt veten. Pyesim dhe Jurgenin. Jurgen si më i madhi, si ndjehesh sa herë vjen te gjyshi dhe te gjyshja? Shumë rahat, shumë i lumtur që jam më i madhi, është fat edhe do mundohemi që ndjekim rrugën e tezëve të familjes. Po ti, Daniel? Ju dua të gjithëve.